Blokada për konstituimin e legjislaturës së 9 të kuvendit nuk gjeti rrugdaljas në përpjekjen e 15 me radhë. Për dallim nga seanca e para 2 dite të martën, ajo nisi me 1 minutë heshtje në nder të 44 vjetorit të rënjës së Tahir dhe Nebih Mehës. Kryesuesi i seancës Avni Dehari punimet I vazhdoi duke kërkuar propozimet nga PDK-ja, LDK-ja, Lista Serbe e AK-ja për anëtar të komisionit zgjedhor për zgjedhjen e kryekuvendarit. E kur propozime nuk pati, hodhi në votim për bërjen e vjetër të komisionit, por që edhe të martën nuk siguroi votat e mjaftueshme. 56 deputet kanë votuar për, 1 deputet ka votuar kundër, nuk kemi asnjë abstenim, nuk kemi korum, shihemi më 15 maj në orën 10:30. Mos pjesëmarrjen e deputetëve në votime kritikuan nga lëvizja vetëvendosje. Deputetja Mimoza Kusari Lilja tha se opozita e deritanishme ka mundësi të rrëzojë kërkesën për votim të fshehtë. Se kemi mbetë në një pikë të rendit të ditës, në të cilin po konstatohet mungesë e kvorumit vazhdimisht. Po them edhe një herë, edhe para 2 dite, 48 orë ma herët, këtu e kam përsërit. Le të votojnë kundër, sot kanë mund të alzojnë këtë propozim. Sikur të merrnin pjesë në votim. Por sipas kryetarit të PDK-s Mimli Krasniqi, zhbllokimi I situatës është në duar të shumicës me ndërrimin e kandidatës për kryetarit të kuvendit. Ky në sistemi zotit Kurti për zonën Haxhiu është vërtet I pakuptim dhe është si duket vetëm pasiguria e tij në faktin tashmë të njohur e të ditur e të dëshmuar që nuk I ka numrat për shumicën parlamentare. E deputetja LDK-s Hykmete Bajrami tha se lëvizja vetëvendosje nuk ka interes e as vullnet për të zhbllokuar situatën e krijuar. Lëvizja vetëvendosje I ka edhe 13 parti të tjera parlamentare, të cilave nuk ju ka bën ofertë siç I ka bën Lidhjes Demokratike të Kosovës. Andaj janë ata që I kanë alternativat në dorë. Ndërkohë që sa I përket kandidatit për kryetar të parlamentit, ata I kanë edhe 47 kandidat të tjerë, të cilët mujnë me u propozu edhe mujnë me pa nëse po kalojnë. Albulena Haxhiu është propozimi I lëvizjes vetëvendosje për kryetaret të kuvendit, por për 5 herë sa u hodh në votim si propozim, Haxhiu nuk mori votat e mjaftueshme. Ju falemnderit. Përpjekja e radhës për konstituimin e kuvendit do të zhvillohet të enjtën derisa procesi konsiderohet I përmbyllur vetëm pas zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit.